Përshëndetje, sot do kemi për herë të parë një motor 3 pistonç. Dhe do kemi pikërisht MT-09 e Yamahas vitit 2021. Ky është një motor që është shumë agresiv për xhiro të ulta për shkak të motorit që është SP3, pra crossplane 3 i Yamahas, që të siguron një tork shumë veçantë edhe në xhiro të ulta dhe në xhiro të mesme dhe në xhiro të larta. Është një motor që fabrikisht ka diku te 117 kuaj fuqi, me një tork diku te 94 Nm/m. Normalisht me marmita që kjo është full Akrapovic, shkon pak më shumë, shkon diku te 125, bashkë me torkun që mund shkoj diku te 102 ose 103. Është një motor që nuk është shumë për pista të gjëra, por është shumë perfekt për pista të ngushta. Preferohet shumë, sidomos nga të rit. Personalisht motorat naked nuk është se më tërheqin shumë, por një ndër modelet më të bukura këtij është edhe SP-ja 2019-s, por edhe modelet e reja nuk janë keq. Për sa i përket këtij motori, se çfarë elementesh ka nga jashtë, ka këtë pamje që është realisht goxha e bukur. Sistemin e frenimit e ka Nissin dhe para dhe mbrapa. Motorin e ka CP3, është një motor 3 pistonç, crossplane 3. Ka një maksimum xhirosh të 10.500 dhe një torkun më të lartë e ka të 10.000 xhiro. Po dy hyjmë opsioneve që ky motor ka, ky ka modsat normalisht, ka 4 mods, që janë race të 1, sport të 2, street të 3 dhe rain të 4. Normalisht ka dhe modin e konfigurueshëm, që gjithë secili e konfiguron sipas dëshirës në menu. Po ta hapim settings dhe të fullim menu të motorit. Ky ka display settings, për sa i përket ekranit, që ky e ka TFT. Settings të tractionit, wheelie edhe slide-it. Këtu kemi e para është traction control, e dyta është slide control dhe e treta është lifti ose wheelie control si themi ndryshe. Gjithashtu ka dhe braking control, pra frenimin motorik, edhe quick shifterin që ka up and down. Normalisht ka dhe settings tjera që mund ndryshohen tek menuja e settings, që janë indikatori i shiftit, pra kur do të ndrosh marsh në sa xhiro. Ka servisit, ka units që janë kilometra ose milje, ka ndriçimin e ekranit, orën edhe butonin e resetit. Këto janë opsionet që ky motor ka. Normalisht pjesën tjetër do e shohim në ecje. Por për ato që pëlqen naked, është një ndër motorrat që preferohet më shumë. Kjo edhe për shkak grupit që e ka crossplane 3 pistonç, edhe ka një tork që të përgjigjet gjithmonë. Tani do e shohim pak në rrugë si motor, në ecje, dhe normalisht vendi më i mirë për ta testuar si motor është qafkrapa. Është perfekt për kthesa të ngushta, edhe perfekt për një vend që ka shumë kthesa. Okej, tani është koha ta shohim në ecje MT-09-ën. Dalim në rrugë. Realisht që ka goxha i lehtë si motor, nuk e prisja kaq lehtë. Është hera e parë që hypim me MT-09, që ka thujse si motard. Do pasyrat i rregullojmë pak. Rregullojmë dhe modsat. Okej. Shala s'del në tip si puna ime për balë. Pas ka një gaz që të përgjigjet gjithë kohës.
Edhe zhurmën e pas ka goxha karakteristike. Ky timoni kam përshtypjen duhet ishte mirë të kishte një stabilizator se lëviz ka shumë. Zhurmë nuk e pas ka as të fort as but, do më thonë nuk qenë ka si zhurmë as shqetësuese, po edhe jo të ngjaj si skuter, që ka një zhurmë goxha e mirë, që këtë motor pa problem mund ta përdorësh edhe në qytet. Ky ngjan me këtë lehtësi, nuk e di sa kile është si motor, po ngjan ka fiksi motard, goxha i lehtë, goxha i manovrueshëm. Edhe torkun e pas ka shumë mirë. Pra ish tork sa ka, diku të 100 Newton për metër. Pas ka goxha të mirë. Do është dhe motori që është CB3 crossplane, do është edhe kjo ndihmon. Se dimët e nëndat e vjetra a kanë qenë me tjetin sistem. Amortizatorët nuk ja pash kësi, a i ka të registrushëm apo jo, se mu dukan pak si shumë të sertë. Kjo është e keqja kur merr një motor për herë të parë që as nuk ja di limitin, edhe normalisht nuk rrezikon dot aq shumë. Dish për këto pista të vogla që e ka goxha i manovrueshëm, goxha i lehtë. Mos jem që me këtë bëj më shpejt klapën se sa me ZX6, që e ka motor timin. Po edhe kontrolin duke se e la shof. Kisha provu i herë, duket se kur përshikonin dashboardin duket se e la shof atë. Ky qera pothuajse në të njëjtin nivel me hipermotardin e Ducatit, edhe hipermotardi kur e provova këtë agresivitet kishte, këtë përgjigje të gazit. Qega super motor i këndshëm. Do më thënë për kthesa këtu në krap, ky qega vetë shi më mirë që kam provu në krap. Që nga fix për këtë punë. Si shpo thosha, edhe supermotardi ishte goxha i mirë, po ky qega shumë i lezetshëm. Qega si lodër. Dhe frenimin e pas ka goxha të mirë. Me i gish. Kur frena me i gish, do më thonë janë bo shërbimet frenave. Kur s'frena do të me i gish, nuk janë bo shërbimet frenave. O qenga, a që i këndshëm se që do këthem dhe i herë. E disht, po pëqe shumë. Se ta kapin ZX6 në rrugës, mos jetë afro shumë.
Kjo pjesa këtej pastaj në qaf krap, është shumë e keqe. Pjesa mirë është vetëm kjo. Nga këtu. Gjitja është gjithmonë më e bukur se zbritja. Zbrit poshtë! Desha me thonë prit poshtë, është zbrit poshtë. Një makinë. Tisha ma shfarë aty. Për një moment harrova që ka quick shifter. Varet si mësohesh. Që e ka motorin pa quick shifter, e mësu gjithmonë me freksion. Sa i këndshëm. Nuk e di se është nënta në krahasim me këtë, po nëse është si ky, duhet me marrë nënt. Se mu nuk është se më pëlqen naked. Me qeka radio kërgjaj i këndshëm se motor. Gjanë sigur është një 100 kg motor, fiksi motard. Që më knaqi. Qa përgjigje? Si kërce? Motor super. Sheze i zjashën të marime dhe nënë se radi shqeka lodër vare. Si të mos në këtë rrugë që unë e kam qef. Nuk e di pasaj se është në rrugë gjëra aty, po këtu qeka. Ua, sa
Nuk e prisja këtë, realisht nga me dhe nënda. Gjithmonë më shduk motori çuditshëm, po. Sheka goxhat, super, surprizë fare. Kush e ka në mend me bler me dhe nëndë, realisht e rekomandoj. Paska tokë pa fam. Prandaj edhe dil ke shpejt nga kthesa me këtë. Atakohet gjuri me këtë. O, sa i kollaj. Na falni për këtë ndjesi emocioni për realisht që e ka lodër, që e ka fiksi motor për këtë rrugë. Do më thonë, këtë motor do e kënë të zdenju për këtë rrugën këtu, se s'ka mundësi. Mirë këtu nuk e di se se pëlqen njerëzit krapën. Kjo është super rrugë për motor. Po ta kontrollosh rrugën me kokë, se ke mirë këtu është që unë e shoh a ka makina apo s'ka makina. Se ka goxha pamje si rrugë. Kur s'ka makina unë e di që jam i sigurt. Se shpesh komentohet ajo pjesa si ecën e shumë krap. Në krap ke fushpamje. Ja, unë tani syt i kam të kthesa atje, jo këtu në Groskot. Edhe gjithmonë shef sa më lak shofi syri. Okej, kaq kisha për më të nëndën, në realisht më pëlqeu shumë. Nuk mu duk si kur ka nëjë disavantazh të kjo rruga që kam zjedh. Ishte goxha super. Edhe më i mirë që ishte mirë, po kjo goxha më mirë, se edhe së është rrugë për më i mirë kjo. Mos harroni, na bëni subscribe ke Motokage. E keni butonin diku këtej, se me kamerë nuk e shikon dot. Ndoshta provoj pak dhe në autostradë, nuk e di. Nëse video mbaron këtu, shihemi videon e radhës.